Kampionati në ligën e dytë të futbollit vendor vazhdon të shtunën me ndeshjet e javës së 26 të sezonit 2024-2025. E veçanta e kësaj jave është se në stadiumin e Shtipit zhvillohet derbi mes dy skuadrave të ligës së parë, Bregalnica dhe Makedonia Gjorgje Petrov, që pretendim parësor kanë kthimin në elitën e futbollit. Epilogu i kësaj ndeshje ka rëndësi të madhe, sidomos për Bregalnicën, e cila aktualisht është në pozitën e 4 me 5 pikë më pak se dy ekipet e para dhe 3 pikë më pak se Arsimi që mban vendin e tretë. Ndeshje të vështira këtë javë kanë edhe Bashkimi i Kumanovës, pasi udhëton në Koçani për t'u përballur me Osogovën, e cila ka gjasa shumë minimale për të ruajtur statusin në ligën e dytë, ndërsa Arsimi është mysafire e Detonit Plaçkovica, ekip cili mban pozitën e 6 dhe pretendon të ngjitet së paku një pozitë më lart. Por megjithatë, Arsimi ka llogaritë veta dhe shpreson që nga Radovishi do të kthehen me rezultat pozitiv për të mbetur në pozitën aktuale. Në javën e 26 të shtunën me fillim në ora 16 takohen Bregalnica, Makedonia Gjorgje Petrov, Detonit Plaçkovica, Arsimi, Skopje, Ohri, Kamenica Sasa, Novaci, Kozhufi, Bellasica, Osogova Bashkimi, Vardari Boreci, Vardarski, Pobeda.